dua të them prindërve, mos u prekni dhe mos u mposhtni nga dashuria prindërore, sepse sa më shumë korrekt të jeni, aq më të mirë i bëni fëmijët tuaj, sa më të përkëdhelur të jenë ata, aq më dëm i bëjmë edukatës fëmijëve. Ne mësuesit ndodhemi në një gëzim të brendshëm, në një eufori, kënaqësie të brendshme, që e jetojmë jetën kaq bukur duke pasur pikërisht këtë profesion. Shumë i vështirë, shumë i lodhshëm, po dhe shumë i bukur. Që të dalësh në rrugë, edhe të thërresin fëmijët që unë i kam pasur nxënës para 20 vjetësh, para 30 vjetësh e me radhë. Edhe të thërresin, po, edhe të dalin përpara, mësuese leftëritë, të vinë, të përqafoj, shpeshherë pusnin duart. Është me të vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe prandaj them, është një profesion i bekuar, por i vështirë. Prandaj kolegë të dashur, mësuese të dashura, dashurojeni profesionin tuaj, sepse keni për të parë që me çfarë sy e shikoni profesionin, edhe atë kënaqësi ndjeni.